Ato u martuan dhe jetuan të lumtur për gjithmonë. Kjo është fjalia që përfundojnë zakonisht për rallat, sidomos kur pjesë e tyre është një princ. Elia Zaharia, pas martesës me princ Lekën, ka shpresuar që jeta e tyre të jetë e tillë, si në ralla, por me sa duket, ndodhi e kundërta. Martesa e tyre nuk e pati të gjatë dhe çifti u divorcua. Një divorc jo me shumë mirë kuptim nga palët. E nëse princ Leka ka gjetur dashurinë dhe poston foto nga evente të ndryshme, Elia është e fokusuar më shumë te edukimi i vajzës. Elias i duhet forcë për të ringritur, pasi nuk është as pak e lehtë që ish bashkëshortin tënd ta shohësh në krahët e vajzës që dikur e ke konsideruar shoqe. Blerta ka qenë fotografe e familjes, madje ajo ka qenë fotografe edhe në dasmën e çiftit. Megjithatë, Elia tashmë po përpiqet ta hedhë pas krave të kaluarën dhe përveç aktrimit, ajo ka filluar të shkruajë edhe libra për fëmijë. Kjo po e ndihmon atë të fokusohet te gjëra të tjera në jetë. Për herë të parë pas divorcit, ka qenë aktoreja e njohur Luka Mujo, e cila i ka dhënë publikisht një mesazh prekës vajzës së saj, për të cilën thotë se ka dritë sysh. Me dhimbjen e një nëne që e kupton se çfarë pasojash ka divorci, ajo i ka thënë Elias: "Bia ime, jeta ka sfida, ato janë për ne dhe detyra jote është që ti t'i përballosh. Unë e di, sfidat ty nuk do të fundosin, por do të bëhen më të fortë dhe më të pjekur. Ti e di që mua do më kesh pranë në çdo moment, por edhe unë e di që ti do të gjesh forcën për t'u ringritur. Ti ke qenë dhe je krenaria ime, asnjëherë mos e harro këtë gjë." Duket se pas ndarjes, Elia ka filluar të shkruaj dhe kjo si një mundësi për të mos u fokusuar te e kaluara dhe gjurmët e saj. Por a është e mundur të rikuperohesh vërtet pas një ndarje të tillë, kur e kaluara jo vetëm që lë gjurmë, por edhe përballet me ty çdo ditë? A e forcon njeriu dhimbja apo thjesht e ndryshon atë për gjithmonë? Për të lënë mendimin tuaj, mund na komentoni te kjo video. Faleminderit që na ndoqët. Për më shumë lajme interesante, bëjni subscribe kanalit tonë të YouTube-it.